Jemi në vend që në rubrikën ku ne flasim si çdim të flasim për gjatë gjithë emisionit, por kryesisht në këtë rubrikë lëshojmë gojën fare, ëh? Lëshojmë çik. Lëshojmë çik. Do flasim pak për rolin e gazetarit. Roli i gazetarit ka qenë gjithmonë i inkuadruar ashtu siç duhet jetë realisht për sjellje informacionit. Ka patur pozitën e tij të faktuar siç duhet ta ketë një gazetar. Por pse shan njerëzit gazetari? Kush thon? Njerëzit më. Kush thot kryeministri? Po kryeministri po dhe njerëzit në rrjetet sociale, gaze ashtu, s'po e them tani se. Jemi me Sandër Çipën, kryetarin e Unionit të Gazetarëve. Sandër, na lejo të thrasim kështu se ti je mik për ne. Dhe emri jote shumë i madh, Aleksandër. Po, i them Aleandro. Është Dhe është me ne tjetër? Mirilda Tilion e dashur, gjithmonë e bukur, e mençur dhe e sjellshme me emisionin Bardhazi. Faleminderit për këtë, Mirilda. Rikthehet profesor Zylftar Bregu, faleminderit që jeni me ne. Ka bërë ca mungesa, po ne ja kemi falur se e duan nga të katër anët edhe, kështu që ja kemi falur. Kënaqësi që jam. Mirë, a është gazetari në ato standarde që vetë fjala gazetar e përcjell? A futen të gjithë në këtë kuadër, apo kemi dhe gazetar që shesin profesionin, që luajnë me profesionin, që e përdorin profesionin, që bëhen vegël e dikujt dhe pa dashur kjo vegël pastaj ka dhe fragmentarizimet e veta, që s'janë të hishme, sidomos në përcjelljen e informacionit drejt. Sandër, sa lloj dhe tipe gazetarësh kemi ne në realitetin kozmik? Sa lloj gazetarësh kemi, sa pyetje madhe, po. Tani besoj në pikpamjen mediologjike do të përgjigjet profesor Zylo. Ai do të nxjerr universiteti, po. Ti shikoni sit atje ke Unioni. Po, shikam. Sa kanë ngelur gazetar të vërtet? Sot është e vështirë që të bësh një përcaktim, le të themi, definitiv, përfundimtar. Sepse aktualisht sot kemi 3 entitete që shfaqen brenda komunitetit tonë. Entiteti i pakt numerik, që është i gazetarëve me një përvojë karriere prej 30 vitesh. Që s'përfshin fare. Bën një punë. Është entiteti i dytë që nënkupton, le të themi, një gjenerat si e tillë që plotson gati 25 vite në marrëdhënie me gazetarin, por natyrisht jo vetëm me gazetarin e raportimit, por kryesisht edhe në strukturat redaksionale. Dhe entiteti i tretë që është më problematik është qytetari gazetar, i cili numerikisht është më i madhi në hapësirën mediatike të Shqipërisë. Dhe më i dëmshmi? Pa dyshim dhe brenda ti është më i dëmshmi, sepse nuk mund ta absolutizosh. Flasim për një realitet mediatik që ka edhe sot Shqipëria në hapësirën e Ballkanit Perëndimor ka ende 6 gazeta të përditshme, kur vendet fqinje mund të kenë 1 ose asnjë. Shumica. Janë 5 të përditshme dhe 1 sportive. Kjo është arritje për ty? Jo, kjo është do të thotë që... Po ne kemi pasur në 20, Sandri? Ne jemi për herë dhe të vonuar edhe të shpejtuar. Prof, që është kjo realiteti i gazetarit qytetar? Kur u prodhua dhe sa i dëmshëm është? Realiteti i gazetarit qytetar ka ardhur bashkë me teknologjinë, bashkë me internetin. Dhe është i dëmshëm për disa arsye, përveç dobive, se ka dhe dobi, që të mos e asgjësojmë fare. Është i dëmshëm sepse ka ndryshuar atë që quhet hierarkinë e vlerave, ka kaluar të parën shpejtësinë përballë në favor të saktësisë. Po. Dhe ne kemi fjalën e urtë popullore që gjërat e nxituara kryesisht janë të gabuara. Po. Kështu që kjo është dëmi më i madh. Pra ka çeduar standardin. E pastaj ka dhe dëmet të tjera, por për t'ju kthyer pak nëse më lejoni asaj pyetjes parë, se ishte pyetje shumë provokative, dhe me qenë se miku im i vjetër e kaloi topin kështu bukur. Ashtu e kalon ai. Ose me një analist që duhet lexuar 2 herë. Dhe me qenë se duhet flasim vëndçe, mendoj që gazetari shqiptar është produkti i shoqërisë shqiptare. Se nuk duhet jetë gazetari profesor pak më i mirë se shoqëria? Është pak më i mirë, po. Duhet jetë. Profesor, çfarë ka shoqëria? Çfarë ka shoqëria? Se shoqëria nuk i ka bërë presion gazetarët. Jo, ta them, çdo qelizë e shoqërisë shqiptare, kur flasim për shoqërinë shqiptare, flasim për atë që konsiderohet një lloj elite, është infektuar.
politika është infektuar, drejtësia është infektuar. Po prapë shoqëria nuk e ka prishur gazetarin, është politika jo që gjithmonë ka mësyrë. Po, gazetari shqiptar është infektuar, po është infektuar i fundit dhe është infektuar më pak se këto klasat e tjera elitet shoqërisë shqiptare. Këtë doja të thoshe. Qa infekcioni, qa Covid ishte kjo njërë se se mora vesh? Sa do dëshiroja. Kjo është dëshira ime që përpiqem ta bëj të bazuar këtë. Dhe jam dakord me ju që është midis dëshirës dhe realitetit, po unë duhet tjetë realitet. Dhe Sandri që po është, mendoj që më mirato. Duke ju dhënë të drejtë dhe duke ju shtruar një element. Në fakt, ne jemi duke e përzjerë pak çështjen e qytetarit me gazetarin, dhe më shumë se sa me teknologjin kam përshtypjen, kemi faj edhe ne gazetarët e studiuar për gazetari, të trajnuar për gazetari, sepse kemi dhe këta gazetarët e tjerë që vinë nga profesione të tjera, me studime të tjera dhe kanë marrë një titull, ta gëzojnë përsa kodin ta bëjnë si punë. Por nga ana tjetër, edhe ne kemi humbur besueshmërinë që qytetari e ndjen më të lehtë të raportoj vetë, më shumë nga dëshira për të shkuar drejt së vërtetës, se sa për të bërë konkurrencë. Po Mirilda, pse s'ka si kjo gazetare për shembull? Unë dua të ketë 100 si kjo, 100. 100 që si dridhet qerpiku, që ta thot pyetjen troç, në ball, bam. Po edhe këtu jemi nga gabim. Dhe kur pse jemi nga gabim ne? Pse? Ja. Ka një gjë. Konferenca e shtypit ka protokoll. Protokollin e kujdojnë. Protokollin e Po protokollin që ti e para gazetari dhe gazetari e ka pyetjen pronë të ti, apo ky protokoll nuk njihet? Jo, po flasim për protokoll konference. Dhe gazetari ka të drejtë të bëj pyetjen, por jo të komentoj përgjigjen. Komentin e bën në studio, e bën në kronik. Ka të drejtë përballet pyetje me pyetje. Jo pyetje dhe koment mbi pyetjen. Nuk po kritikoj kolegen, u shtofshin Ambrosiat, u shtofshin dhe gjithë të tjerët, por... Justifikon kryeministri. Jo pra. Se je dakord me sjelljen që kryeministri jon her pas here e bën me gazetarët në konferencë shtypi. Unë mua s'pëlqen fare për shembull. Po mua s'pëlqen fare, as kur autoironizohen gazetarët. Paguhesh për të bërë pyetjen, duhet të mbash përgjegjësi për pyetjen dhe duhet i dalësh në fund pyetjes dhe të marrësh përgjigjen e pyetjes tënde. Jo të hysh në debat. Në debat tani apo do bëjmë sikur po dridhemi të gjithë. Çipa. Mungojnë ato gazetarë në një konferencë shtypi që e thonë pyetjen tu. Mungojnë konferencat, jo se mungojnë gazetarët. Mungojnë konferencat, nuk mungon sistemi i informimit publik. Nuk kemi sistem. Nga partit. Ne kemi një armatur të komunikimit me publikun, por jo të informimit publik, dhe nuk kemi transparencë publike. Kemi vetëm propagandë informuese të një anshme, që do të thot një kah. Do më thënë, gjendja, si e përshkruan gjendjen e gazetarisë shqiptare sot? Po nuk kemi më keq se rajoni. Ama hata një kodë, lërë tani, se kjo ishte fjali justifikuese, nuk e pranoj nga ty këtë. Unë jam njeri që unë lëviz do muaj lëviz në rajon. Po ti e di shumë mirë që në Itali, kur një gazetar bën pyetje, kryeministri i ri drejt. Minimalisht. Shiko, realiteti jonë nuk ka... Realiteti... Jemi në Balkanin... Që është rajoni. Në rregull. Rajoni pikërishme është... E para njërë sot kjo është krizë globale që t'jemi... Po ti ke Trumpi njërë aty që i shushat gazetarët fare. Indekset e liris po e rendisin Amerikën në vënde kritike. Se përmende... Po se përmenda unë e përmendi vetë i thot gazetarëve idiot. E dyta, sot. Ne jetojmë në kaosin informativ. Edi Rama është lullë. Si mund të kërkosh sistem në kaos? Se ju kërkoni sistem në kaos. Ne jemi në kaos. Kushti ka misionin e kësaj gjëje më qipa? Atyre kemi gatruar misionin e. Po nuk e sot ka... Do më thënë, kur unë dhe ti punonim ke të vaja, ti shpesh në thoje që misioni gazetarit është vërtetësia e lajmit. Na e pas ke mësu gabim atërë, na ke gënyër. Jo, nuk e gënyër. Po na ke gënyër, pra. Jo, zakonisht... Se ne që jemi mësuar në këtë rrugë, që kemi mësuar gabim. Kam një fat që gënjeshtra nuk më takon. Por në rastin konkret, të them diçka që është e para njerë, ne jemi një vend që s'kemi sistem. Kemi vetëm kaos dhe inflacion informuse. Do më thënë, po të shikë, nuk po i drejtojmë shtetit apo superstrukturës, unë i drejtojmë mundësis teknologjizuse. Bukur e the superstrukturë. Po sa jo është pra, në qësë se flasim, ne jemi vëndi që kemi më shumë media se sa rajoni. Ne kemi media më shumë se Gjermania në raport. Dhe kemi pas shumë herë më tepër, po janë mbyllur. Kemi të rinj që kanë ambicie për të bërë gazetar, apo kemi njerëz që influencojnë sepse duhen për... Zakonisht unë flas me statistikë. 350 online janë të poseduara nga njerëz ekstra gazetarisë, jashtë gazetarisë. Po, se ju duhet.
që do të thotë çfarë bëjnë ta. Të regjistruara portale me gazeta. Dhe 150 janë që posedojnë nga gazetarët dhe jo nga administratorët. Dhe 50 prej tyre janë të poseduar nga grupet e interesit. Pra, shkolla e gazetarisë bën hiperprodhim? Jo. Po? Mendoj që Sandri është duke thënë që... Jo, e kuptoj unë që po thot Sandri, po shkolla vetë, që nëzjerë? Shkolla nëzjerë gazetar, reporter, cilët që të ushtrojnë... Që s'punojnë profesion, punojnë kamarierë. Jo, punojnë. Gjysma punojnë kamarierë. Gjysma, të flasim me shifra, në një studim që ne kemi bërë para një 6 vjetësh më duket, 2015, rreth mbi 50% e studentëve të gazetarisë punonin profesionin që kanë lidhje me informacionin. Diku zëdhënës, diku gazetare, tjere. Por kam iden që... Nëse punosh shërbëtor nuk është profesion. Se zëdhënsat janë shërbëtor. Këtë doja të thosha. Po t'jenë profesioni gazetarit zëdhëns, apo jo qipa? Nuk thua që zëdhënsat janë shërbëtor, sepse është një profesion, ka aftësit e ti, ka talentet e veta. Ku qëndron aftësia aty se kuptoj unë? Jo, zëdhënës, Jo, se kuptoj Para një nuk kemi më zëdhënsa. Është këshilltar, po gjithsesi Po e nuk kemi pranoj. më zëdhënsa. Po, sepse s'ka konferenca pra? Jo, ka ndodhur ai që quhet centralizimi, është krijuar një agjenci shtetërore, dhe ajo agjenci është monopoliste e informacionit zyrtar në Plotësisht dakord. Janë zyrat e propagandës. Arkitekturën e administratës. Me gjuhë moderne njihet public relation. Tani nuk mund të hedhim poshtë një strukturë tërë që punon në public relation. Dhe ato studentë që mbarojnë universitetin praktikisht mund të punojnë edhe kamarierë, s'ka problem. Gjysma. Se rolin e gazetarit dhe këshilltarit mund ta bëj kushdo. Pra jemi bërë një profesion pa pension, le që jemi pa pension njerë. Edhe këtu kemi mëkatet tona, dhe kemi mëkatet tona. Dalim edhe aty, po kemi bërë një profesion që si shoferliku që s'ka më nevoj. Bëjmë një ndarje midis gazetarit si profesion dhe superstrukturës, po ja marë borç. Gazetar quhen ata, profesor? Pa tjetër, por gazetari... Ka një emër tjetër që përdori? Jo, gazetar quhet, por gazetari mund të jetë një njeri me integritet, por kur shkon brënda superstrukturës, brënda kompanisë mediatike, fuqia, presioni i kompanisë mediatike mund të jetë aq i fort dhe aq i madh sa ta rënoj integriteti. Dhe këtu pastaj vemi tek ai modeli që ju thatë që do doja të kishte kaq shumë Ambrozia. Se ju nuk do donit? Ju nuk do doja, dhe Ambrozia është një nga studentët e departamentit gazetarisë dhe unë e kam drejtuar në diplom, do doja të kishte, po dhe unë besoj që ka. Një sekundë, profesor, se këtu ka plas një debat i madh të çështja e Ambrozias. Edhe unë e kam shumë dashuri Ambrozian dhe e kam thënë me vite këtë, nuk është se e kam tani për herë të parë. Por mentor Kikia ndërhyri dhe në atë debat që u bë, sepse ka patur dy grupime të mëdha, ca që shanin Ambrozian dhe ca që shanin kryeministrin. Pra, ca i thoshin këtij pse arrogant, ca i thoshin kësaj pse arrogante. Tani, mentor Kikia në ana profesionale tha, pyetje me spec duhet bëj gazetari. Jo, nuk është gazetari i lirë që të bëj hidhe prit se nuk ka funksionin e kryeministrit. Ma nuk është votuar për të qenë. Qofse kryeministri nuk ditë përgjigjet, është faj ti. Jo faj i gazetarit. Tani ka dy gjëra. Mentori tha, ja pyetjet që mund të bëheshin, dhe ishin pyetjet tamam me spec, që bën një pyetje dhe s'ka nga taluar. Një reportere që punon në median e angazhuar, dhe media angazhuar quhet media politike. Po? E bën këtë. Po ne po flasim për konceptin klasik të gazetares që ka më vetësin e të menduarit, të orientuarit dhe të respektivit. Pra nuk është një asaj që i quhen protokoll. Në konferencën e shtypit nuk je person polemizant, je person reporter në cilësin e kërkimit dhe të zhbirimit të së vërtetës. Po pse, ajo pyetje bëri, tjetër gjë që rrodhi biseda pastaj rrjedh biseda me pyetje përgjigje. Se në qoftë se ti ai që pyet të intimidon, ti do mbrohesh. Edhe unë jam dakord. Se çfarë do bësh ti? Atmosfera e organizimit të konferencave të shtypit të kryeministrit, sidomos me Ambrozia, është gjithmonë e tensionuar. Nuk është një atmosferë normale. Ne nuk po futemi, unë i iki Recencës për rastin e Ambrozia. Po edhe unë s'dua të flas për Ambrozia. Jo, po unë e din ndjeshmërinë e publikut. Dhe kaq mjafton që të filloj karriere. Media është angazhuar, nuk i Pati shumë debate kjo çështje, pati shumë debate. Pro dhe kundër, unë po them, prandaj dua ta ndaj. Gazetari është aty një kryeministër në hije apo çfarë? Lutem. Unë mendoj që gazetar bën një pyetje, a duhet ta kërkojë deri në fund përgjigjen? Bën pyetje më.
Më shiko. Ka autorsinë e pyetjes. Duhet ta kërkoj deri në fund përgjigjen. Unë mendoj që gazetarit i lejohet edhe një tejkalim. Po. Atëherë edhe kryeministrit i lejohet tejkalimi. Jo, kryeministri. E përjashtoj na. Gazetari, nuk i lejohet. Në intervistë. Si lejohet? Ai përjashtoj na mbledhja. Të kemi parasysh. Nuk i lejohet, po themi çfarë bëri. Gazetari, në rreth se do të presi të japi të hedhë të pres me kryeministrin, e fton kryeministrin në intervistë dhe mund të bëjë dhe atë diskutim. Zvjen ai. Ne kemi ftuar për shkak s'na ka ardhur asnjëherë. Në konferencë. Edhe ne sillemi me edukatë me kulturë. Bën pyetjen dhe i qëndron fort pyetjes, po jo të komentoj pyetjen dhe jo të komentoj përgjigjen. Të bëj pyetje. Po e diti që ka një pjesë të publikut që një pjesë e publikut e do këtë. Këtë që thotë sa, e do. Natyrisht. E do që ta vër para përgjegjësisë kryeministit. Një pjesë e pjesëtimit që ndroi deri në fund. Duhet marr përgjigjen. Duhet marr përgjigjen. Kam detyra ime që jam këtu, bëj një pyetje dhe dua përgjigjen. Patjetër. Sepse un kam një detyrë që t'i jap publikut, apo jo Çipa, se kështu na ke mësuar, ka pas faj Çipës. Është faj jote që na ke mësuar. Pas ka pas faj Çipa. Na ke mësuar gabim. Po pra, është si faj prindërve që na mësuar gabim. E kamera, kape çik Çipës, se është pjama më e bukur tani, ta pamje Çipës, çfarë ka mua? Çive Çipa. Çipa na ke mësuar gabim Çipa. Nuk kam asnjë mundësi. Po pse s'na mësove të bashkëpunojmë me krimin, more Çipa? Po pse s'na mësove që të pranojmë legët rrushfete, more Çipa? Po si more Çipa? Ja një sekond. Që të shitblihemi, more. Po prit më një sekond të flas dhe unë se jam dhe unë. Na mësove kaq keq. O shoqja Ambrozia, jam dhe unë këtu. Nuk e lutem leksionin atë. Si ti Çipa nuk na mësove, vetëm unë jam pa vil këtu. Të lutem, shtoj numrin e të pamësuara. Ja, këto leksionet e bashkëpunimit me krimin nuk ishin atë kohë. Nuk ishin, ja dal tani këtë, atë presta. Atëre gazetarë që bashkëpunonin me krimin? Jo. Mendoj që para vitit 2000 gazetaria ka qenë shumë e pastër dhe më idealiste. Po. Pastaj filloi molep. Pastaj molepsia, po. Mendimi im. Do se kishte lek shumë, nuk është se... Shiko, edhe forma e këtij pasazhit të bashkëbisedimit që kemi ndërtuar deri në momentin që po flas, ekspozon më së miri si një pasqyrë atë që shëmbëllen në realitetin sot. Ne nuk jemi më në kohën e mendimit. Jemi në kohën e teknologjisë dhe të shpejtësisë vepruese, konsumit. Gjithmonë. Kështu që pyetjet tuaja, ose me thënë ndryshe, mësimet e mësuara keq, sikundër ju më akuzoni, janë të lidhura në kohën kur ekzistonte dhe respektoi moraliteti i forcës së mendimit. Gazetaria e vërtet? Sot, padyshim, në konceptin dhe ndërgjegjën time. Po gazetaria këtu përveç se qytetar gazetar por nuk nënkupton kjo gazetarin moralizante, se janë dy gjëra të ndryshme. Jo, s'po bëj morale. Në rastin konkret. Ne po themi misioni gazetarit. E din këta që punojnë gazetar, kush është misioni gazetarit? E din apo e harrojnë? Diferenca që bën gazetari si misionar, mishërohet në 3 elemente bazike, themelore. E para njerë, në respektimin e integritetit dhe sovranitetit ndërgjegjësor dhe vetjak, që këto shpesh janë të zhbëra në realitetin tonë, respektimi i vetvetes parëm prej indulgjencave e ndikimeve, që këtë nuk ta kam mësuar dhe s'do ta mësoj kur gabim, po pra ndikimit, mruajtja e pavarësisë tënde, më shqip se kaq shqip të betohem me diplomë në dorë, që vetëm shqipësh. Dhe pjesa tjetër ka të bëj me lirin tënde, si e administron lirin tënde. Do më thënë, unë kur them një sens kritik, kam parasysh një koncept se si funksionon ai që u quajt protokoll i konferencës shtypit, por nuk do të thotë se unë jam me sensin kritik për këmbënguljen. Për këmbënguljen unë e dua, por ka dy gjëra që si ne, dhe këtë im shoj edhe e them dhe këtu, që nëse ti gazetarin e shndron në mjetë të populizmit, atëre themi drejt. Po kur bëj një pyetje në rrjetet sociale bet shpesh nga portalet të ndryshme që janë me mira, jo me 300, po do t'jenë me mira. Për këto që janë të regjistruar, po sa ka në Kosovë njërë, pa fund. Qartë. Dhe bet pyetja, cili gazetar është më i miri? Dhe unë i lexoj ato për kuriozitet shkencor, se nuk usem tani në këtë moshë që kam arritur, tani edhe flokët nuk kam pranuar t'i mbjellë më, se donte Ornella të më mbjellte, po s'duhet. Ambrozia përmendet shpesh. Dhe Ambrozia ka qenë në një lloj militantizmi politik. Në kuptimin. Dhe ti the çfarë? A lejohet? Pyetja tani që gazetari të jetë militant, për shembull, në rast se një gazetar mbron ta zëm opozitën ose të djathtën, ose është kundër mazhorancës. A lejohet? Jo, është pjesë e gazetarisë. Po më lër ta plotsoj se ma bëre pyetjen dhe kjo. Po. Shiko, Ambrozia është brenda rolit vet, se ka preferuar dhe ka zgjedhur të jetë në një media të angazhuar, nuk kritikohet në këtë gjë. Është me sinqert, me çiltë.
Jo, jam 100%, unë jam 100%. E di kë kritikoj unë. Unë kritikoj një që bën si më vetësishëm dhe nga ana tjetër pozicionohet. Dhe çon ujin në aty. Kjo po, janë dy gjërat ndryshme. Ne nuk kritikojmë Ambrozia. Arsyeja, unë mendoj, ta them edhe këtë. Unë mendoj që arsyeja pse pëlqejet Ambrozia në këto rrjete sociale që thoni ju, është se mungon një model tjetër, një e ngjashme tjetër si Ambrozia që të mos jetë në atë median e angazhuar, po themi, si që thot Qipa, por të jetë këmbgulse, të bëj pyetje të këmbgul për pyetje. Ne kemi pas dhe gazetarë të tjerë që kanë bërë. Të vështira. Edhe të tjerë kanë bërë këtë rol dhe kanë ikur. Po fakti që ju thoni... Jo, kanë ikur. Ajo që thot Sandri është vërtet, kanë ikur. E para njërë fakti që ju thoni kemi kemi, edhe më e rënd ajo që ata janë ndëshkuar kur e kanë bërë atë gjë. Kështu që prandaj ju doni konkreten. A ka ikur Klevin Muka? Po, atë kisha në mendje. Klevin kisha në mendje. Klevin kisha në mendje kur thash që kanë ikur. Ne jemi për këtë model, pra, në këtë kuptimin klasik ose deontologjik. Sander, Qipa, farë një gjë unioni, sepse unë me ty do merrem tani, se këtu nuk ka kush të mbaj përgjegjësi tjetër. Çfarë ka bërë Unioni Gazetarëve kur ka pafund dhe çdo ditë të raste që ka gazetarë që bën gjoba? Çdo ditë më, janë gjithë dhe thonë jemi gazetarë ne. Shikom, edhe ky çfarë do bëjmë me këta? Çfarë do bëjmë me këta? Jo, konstatim po se populizëm. Nuk është ai se kjo ka ndodhur vërtet, se ne i kemi ka dalë publike pjesët e përgjuara të kësaj. Kam dalë për shumë gazetarë të njohur. Kjo nuk është, do në pikpamjen... Shumë gazetarë të njohur janë kanë dalë që kanë bërë gjoba. Ndërkohë dhe historinë... Po, kjo është një atribut i institucioneve të paregulluara, ose të paqëna që kemi ne për vetë regullimin. Se dini kush i jep këto penalitete? Urdhri. Bordi ekzekutiv dhe këshilli ekzekutiv i etikës. Ne kemi këshilli shqiptar të medias që ka një atribut të tillë të negociuar si marrëveshje me 40 media, paktën i referojnë. Ai grup ndoshta e respekton se nuk kam informacion mjaftueshëm. Pra, i është hequr dikujt e drejta ushtrimit profesionit? Po që të hiqet e drejta ushtrimit profesionit duhet të jepet një. Se po çka ka mjeku më keq më? Po pra, po që të hiqet duhet i vijet, duhet i jepet. Nëse kemi strukturën që i jepet, që ti kemi strukturën që ti hiqet. E para, e dyta, gazetari nuk është entitet më vete dhe që punon i pavar, punon në një media, në një institucion. Kështu që në këtë moment, ne kemi shumë gazetar të mirë, edhe Klevini që u përmend e doli në punë është gazetar, po gjithsesi nuk kam mbështetjen që pati nga institucioni ku punoj, sepse faj kryesor është institucionit mediatik dhe qëllimit për cilin ai institucion mediatik funksionon. Kjo është arsyeja sepse gazetarët i cilësojmë të aftë, pa aftë, për sa kohë që jep institucioni vetë lirinë e vetë të punoj. Cili është kompromisi i gazetarit si individ, këtu pasaj kalojmë në tjetër dimension dhe këtu mund të diskutojmë dhe ta kritikojmë ose ta lavdërojmë gazetarit si individ. Por gazetarit punon në institucion. Mirilda, unë kam përshtypjen që publiku ngatron një gjë. Analistët e paguar me gazetarë. Gjithologët, se po flasin për gjithë shka të mundshme. Unë mendoj që kjo urrejtje më tepër është për analistët se sa për gazetarët. Gazetarët unë i kam parë që rinë atje mëngjes drekdark, në diell, në shi, në breshër, janë shumë profesionistë. Absolutisht po. Dhe e çojnë pyetjen si thot Ornela, deri në fund të anë të gjallë. Absolutisht po. Por analistët të cilët mbjellin mjegull në publik, aty ata kanë krijuar një lloj. Plus edhe vetë kryeministri ka qenë ai që ka thënë. Legenda jo Kazana jo. Ta themi këtë, janë bërë oligarkët e gazetarisë, këta nuk të duket? Si që është Qipa? Janë bërë më oligarkët, su bërë e ti oligarkë i gazetarisë. Janë bërë oligarkët e gazetarisë këta analistë. Qese në këtë dekadën e fundit më ka rënë rastit jem dhe unë komentoj një si politik po thuaj se për... Po ti si e bërë oligarkë. Por ama jam një freelance dhe nuk... Ke qenë i ftohtë, Qipa. Ke qenë i ftohtë dhe s'ke gënjur. Shiko, personalisht nuk e pranoj veten stigmatizimin e të tjerëve dhe aq më tepër futje në një sport të të gjithëve. Se tani unë, me që se kam bërë një 17 vite si reporter, kur krahasoj raportimin e sotëm me raportimin që kemi bërë ne, janë dy epoka të ndryshme dhe nuk ka arsye. Përgjithsisht, unë respektoj një lloj, po e themi, bashkësie të reporterëve investigativ që sakrifikojnë vërtet. Dhe jo për gjithë, por them, disa media që i quaj, le themi, module pozitive në skakjerën politike, mediatike të vendit.
tani nën kuptoj të mos bëjmë PR për askënd, po dihet prej nesh se cilat janë ato media. Po. Dhe është sakrificë që raporton këmbgul. Kemi emisione që janë këmbgul se sjellin të vërteta, por kemi abuzivizëm. Po kanë edhe gjobën nga mbrapa. Po shikoj, janë deri të paktën sipas statistikave të Unionit, deri tani janë vetëm që e marrin rrogën si gazetarët 2300. Po përmend një emision që është totalisht i paanshëm. 2300 gazetarë. Të bëjmë marketing. 2300 gazetarë. Ne dim shumë mirë që në këta 2300 gazetarë çfarë problemesh ka raportimi, kultura raportuese. Sa shpejt iku kjo temë, o zot, sa e doja këtë temë. Jemi te pjesa e mesazhit, kemi një mesazh ekstra. Po, që mund të lidhet me temën. Mund të lidhet me temën, po përgjithsisht jo, po një mesazh tjetër, ku diun për çfarë doni, për uri në bota, për ku diun, çfarë keni qef. Një mesazh, një gjë që ju vret syt, një gjë që ju vret mendja, një gjë që bezdis. Një që do ta thonë, gjë që keni këtu në Gryk. Edhe ato që mbeten në Gryk, zgjidhen vetëm me love is the answer. Përgjigjja është dashuria? Shumë e bukur. Po. Përgjigjja është dashuria. Profesor? Ngjes duaj atë që ke për të bërë dhe Ky ishte mesazhi yt? Po. Profesor? Çik më gjatë ta kishe bërë. Unë për ta lidhur pak edhe me çështjen për cilën na keni ftuar, do doja që gazetaria shqiptare, gazetari shqiptar të ishte pak më shumë shqiptar. Të ishte pak më shumë shqiptar, pse jo, për të bërë emisione dhe fushata të posaçme që shqiptarët jo të mos ikin më nga Shqipëria, po të kthehen në Shqipëri, për ta bërë këtë vend. Të ishte një lloj rilindje, por e bërë nga gazetarët, meqense politika po bën të kundërtën e kësaj. Pra, do doja që kolegët tanë të bënin emisionet posaçme për të mos e braktisur këtë tokë, për të mos e lënë të ta prek erozioni dhe të bjerret në këtë formë që me qenë se lëviz shpesh në për Shqipëri kam parë trishtim anë kënd vendit me përjashtim të zonave të populluara si që është pjesa qendrore, Tiranë, Durrës, Elbasan. Mendoj që nëse kolegët tanë do ta bëjnë, ndikimi do jetë mbase jo aq shumë i saqë dua, por ndikim do të ketë. Faleminderit profesor. Çipa? Para disa ditësh udhtoja në lumin e Vlorës për të shkuar në Pilur dhe në fshatin Gjorm gjej një plak, një zotni rreth 78 vjeç. Për informacion publikut, Çipa po bën një muze të jashtëzakonshëm për Pilurin, që është një vlerë e shtuar. Jo vetëm për Pilurin, por për të gjithë jugun. Dhe ishte një ditë me diell, por në qendër nuk kishte banar. Edhe xhaxha si e për ku po shkon? Më këqyri dhe pastaj tha, po hedh hapa me hijen time, tha. Po pse, thash, unë e kuptova që unë jetoj me hijen mondial, tha, se njerëzit më kanë lënë. Po pse, mos u trishtoj, thash unë. Jo, tha, nuk trishtojmë pse ka nikur në kurbet, tha. Trishtojmë pse nuk ka dasma. E vëri vrasjen Çipa, parë. Mos u martoni ande, hajde një bëjeni dasmë këtu. Po, kam unë dy mesazhe. Një më vjen nga regjia dhe thot sa e rrezikon inteligjenca artificiale e profesionin e gazetarisë, se ka hyrë dhe kjo tani, se tash janë bërë, por shoh ca njerëz që janë bërë super inteligjent papritmas, edhe mua më pëlqen, unë i duar trokase, por jo se nuk e marr vesh, domethënë një. Se s'kemi shumë kohë. Dhe e dyta, që është më e rëndësishme nga të gjitha, plaku që përmendi Çipa, ne që jemi këtu në studio, këta që po na filmojnë të gjithë, do kenë një jetë pak më të mirë në rast se zgjedhin të flenë me dyshekët Dorelan, me astëkët Dorelan, me batanie Dorelan, me çarçafët Dorelan, me çdo gjë që është Dorelan, se Dorelan është i barazvlefshëm me paqen, qetësinë dhe mirësinë. Ne ndryshe nga të tjerët nuk vëmë gjoba, po ndej reklam kështu, na lejohet apo. Jo, ja, prit se duhet ta sqaroj këtë. Dorelani s'na ka thënë asnjëherë, mbani këtë anë ose mbani atë anë. U sqarova se e përmendi Mirlinda. Me njëherë do takojmë në ndeshje. Mirë po.